محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të lartësuar. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm Atij I mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për të dashurin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, jemi në prag të një udhëtimi që do ta bëjë një pjesë e besimtarëve musliman nga vendi ynë dhe nga vendet e botës, ku ata kanë filluar përgatitjet me kohë shumë më herët prej vitit të kaluar, dhe tash ka ardhur ai momenti më emocional, momenti më I këndshëm dhe atraktiv për ta, që është udhëtimi drejt vendeve të shenjta, që është udhëtimi drejt Mekës edhe Medinës. Haxhilerët, një grup nesër e 2 apo 3 grupe në ditët në vijim, do të shkojnë në vendet e shenjta për ta kryer haxhin. Dhe haxhi vllazën nuk është një udhëtim I thjesht apo një udhëtim I lehtë, një udhëtim pa emocione, pa ndjenja të veçanta. Haxhi është udhëtim pikëpari shpirtëror, e pastaj është udhëtim jetësor, që do të thotë një udhëtim të ngjajshëm nuk e përjeton gjatë gjithë jetës asnjëherë besimtari musliman. Haxhi është një urdhëm prej urdhave të Allahut te bareke ve taala, dhe është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Për ata dhe Allahu thot: "Wa atimmul hajja wal umrata lillah", kryeni haxhin edhe umrën për hir të Allahut te bareke ve taala. Dhe ka ato synimet, ka ato qëllimet e veta haxhi. E para, të nderuar vëllezër, është për me çuar në vend. Pse shkojnë haxhilerët në haxh? Ku është qëllimi I tyre? Apo çfarë synojnë ata me haxhin? E para, me çuar në vend urdhën e Allahut, që Allahu tha kryeni haxhin edhe umrën për Allahun. Andaj qëllimi I parë pra është njeti. Çdo njeri që shkon haxh duhet me rregullue ato që ka në zemrën e tij dhe me pastru njetin dhe me pas njetin e sinqert. Ky udhtim, ky rrugtim dhe tërë kjo përkatitje dhe ato shpenzime që bëhen, nuk bëhen për diçka tjetër, absolutisht, vetëm për hatër të Allahut te bareke ve taala. Pra duhet haxhilerët me I shoqëru njeti I pastër
se po shkojnë ato vende të bekuara jo për dikon tjetër, as për Qabën, as për xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po shkojnë për Zotin e Qabës edhe Zotin e xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe do të më u përkatit dhe gjithmonë shtohet pyetja çka do të më marr. Këto gjëra teknike krejt janë të lehta. Do të më u pajis, do të më përkatit për udhtim. Po me çka? Që thot Allahu: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Pajisuni, përkatituni, merrni me veti. A më furnizimi, përkatitja, pajisja me mirë, Allah po thotë është e takua, devotshmëria. Ato do të me pas parasysh haxhilerët kur shkojnë në vendet e bekuara. Devotshmëri do të me marë, me ta do të me u pajis. Ajo është me rëndësi mos me harru me lënë Kosovë. E devotshmëria përfshin brenda shumë gjana, e një prej tyne është edhe sabri edhe durimi. Edhe sabri edhe durimi. Sepse është rrugtim, ndoshta për dikon për herë të parë një jetë që ka dalë prej vendit, ndoshta për shumicën është udhëtimi i parë atje në vendet e bekuara, dhe çka ndeshen me gjuhë tjera, me kultura tjera, me tradita tjera, me ngjyra tjera, po elhamdulillah të gjithë janë kush? Vëllezërit edhe motrat tona nuk bën ndryshme i pa ata atje, vetëm si vëllezër dhe si motra. Sepse Allahu na i ka përzgjedh. Allahu ka thonë: "Innamal mu'minuna ikhwa", vërtet besimtarët janë vëllezër, pa marr parasysh prej ka vinë ata. Tjetër qëllim prej qëllimeve finale në haxh vëllezër është sa më shumë me shfrytëzu qëndrimin atje, sa më shumë me i kërku falje Allahu te bareke ve taala, sa më shumë me përmend Allahun, sa ma shumë me bo da, me bo lutje. Për çka ka nevojë njeriu? Mirë po, jo lutje vetëm për të mirat e dynjas, por me bo lutje për të mirat e dynjas edhe të ahiretit. Tjetër prej qëllimeve, prej synimeve të haxhit është me shfrytëzu qëndrimin atje dhe me u kthye prej haxhit i pastër ashtu që shke lind në momentet e para kur të ka lind nana. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men hajja fa lam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yawmin waladathu ummuh." Ai i cili e kryen haxhin, ai i cili e bën haxhin, mirë po gjatë qëndrimit në haxh nuk fol fjalë rreth punëve intime, dhe nuk fol fjalë që sjellin gjunahe, nuk merren me thashë thëme, me përgojime, me shpifje, me etiketime, me fjalë të kota, me fjalë ndyta. Ai që bën kështu haxhin, çka? Kthehet prej haxhit sikur a di që ka lind nana e tij pastër nga gjunahet. Sepse vllazën është edhe një qëllim final me i tubu haxhilerët krejt në një vend që quhet Rafshnalta e Arefatit. Atje nuk ka hotele kështu me 5-6 hyje. Atje nuk ka, do me thonë, koltuqe e me bo luks. Mirë po dalin të gjithë haxhilerët, i madhe dhe i vogël, edhe pa Arafat nuk ka haxh. Edhe atë njësa qëndrojnë një ditë, deri kur të prendon dielli, si të prendon dielli, shohen poshtë edhe shkojnë për Muzdelife. Edhe gjatë qëndrimin aty, luten, nuk falen shumë, e falin drekën 2 rekate, pastaj e bojnë i kametin e dytë, e falin edhe i kindin 2 rekate, veç 4 rekate namaz, drekë edhe i kindi. A më këtë kohën tjetër, në çka? Në lutje, në kërkim falje. Se cili ma i përkushtu, ma i përqëndruam në ibadet, në adhurim. Se cili duke i kërku falje Allahot, se cili duke u pendue, se cili duke lutë Zotin për ato kërkesat e veta, edhe nuk ka kohë që haxhilerët janë ma të përkushtua në ibadet se sa në ditën e Arafatit. Edhe çka? Allahu knaqet me ta, knaqet me ta.
edhe ashtu qysh i takon madhërisë së tij zbret mbi qiellin e dynjas, edhe i shikon haxhilerët të përkushtuar, të përulur, të përgjëruar dhe krenohet, mburret me ta dhe ju thot me lajkeve, ju thot engjëjve, ja me laiketi undhuru li ibadi, o me laiket e mija, shikoni robrit e mi, shikoni robrit e mi, sa të përkushtuam jem një ibadet, knaqet Allahu, ka nartë të lodhur, ka nartë raskapitun, të plohnosun, në nxehtësin e diellit, edhe qka, e kërkojnë mshiren time, edhe pse se kanë pa dënimin tim. Dhe Allah ju thot me lajkeve, inni ushhidukum qad ghafartu lahum. On ka thonë po dëshmoj para juve se i kun falë, se po i fali këta. E me lajket që i shkujnë vepra tona, i thojnë o Zot, po në mesin e tyne, është filani gjënaqar, ka po gjënat madh, e filani, inne fihim fulanen, murahaka, wa fulanen, wa fulana. Allah thët, inni kad gafartu lahum, unë i kun falë të shkrejt, para me ndo 3-4 miliona, sa janë Zotit dina 5. Krejt i falë Allahu te bareke ve taala. E me dalë në Arafat vëlla, edhe me mendu se Zotin nuk po të falë, do me thonë njeri i pashpres, njeri i pafat, njeri i gjorë është ai që shkon atje në Arafat, e ngret durë te Allahu, edhe lutet, edhe thët ku me dita po më falë Zoti, po nuk ka mëre njëri Zoti me to hakmarë, po nuk ka macë me të grith. Zoti është i gjithë mëshirshëm, mëshira e ti përfshin gjithë shka. Nëse gjunahet tua të haxhilerëve në qiell mrin, rahmeti Allahut është edhe më lart. Nëse mrin edhe në detën e qan, rahmeti Allahut është më i gjanë. Sepse Allahu Teala thot wa rahmeti wasi'at kull shay. Rahmeti im përfshin çdo gjë, i përfshin gjunahet e mia dhe tuat, edhe të shqiptarëve, të arabëve, të turqëve, të amerikanëve, të anglezëve, të francezëve, të krejtëve. Të krejtë atyre që pendohen. Andaj do të me pas parasysh këtë qëllim me ardhi pastër prej kujt, prej atyre vendeve të bekuara, edhe tjetër qëllim prej qëllimeve finale të haxhit është me manifestua dashnin ndërmjet veti dhe me pa veten haxhilerat atje sikur një trup. S'ka atje mu nacionalizëm, s'ka atje mu racizëm, ka ky i zije, ka ky i velle, ka i kuqe, ky i bardh. Atje çka manifestohet barazia e plot, ka mbretër, ka kryetar, ka kryeministër, ka shkencëtar, ka dietar, ka xhallar, ka të pasur milionera. Po ka dhe disa që gati të varfën janë, amo krejt një petke kanë të bardh, i hramat, kur na si shkun këto, filan hoxha, apo filan mjeku, apo filan ftyra publik, apo mbreti. Aty manifestohet e barazia, krejt barabart. Edhe kështu do të me pas këtë qëllim, me ditë që na jemi një trup si umeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj të nderua vëllezër, ata që po shkojnë, ju dëshirojmë rrugë të mbarë, duke lutë Allahun që këta të shkojnë mirë atje, këta dhe të mirë janë edhe këto, po të kalojnë mirë e të na kthehen edhe më të mirë. Të na kthehen edhe më të mirë. Sepse janë raste të vogla, këto po e them sinqerisht, po ky është mesazh për këta që po shkojnë haxh. Ka raste të vogla që njëjt ka shkue, njëjt ka nejt, njëjt është hyje. Nuk është në rregull kjo. Shkon haxh, me po shpenzime, këto përkatitje, e këtë këto sende, edhe me qëndru atje 3 javë ditë në vendet e bekume, e me u kthy haxhi edhe dilin xhi nuk shkon. Ja, ma dilin xhi s'ka. Këto në aeroportin e Prishtinës, nesër, me ilon ato të këqijat. Bile son të është mirë, kejtë mu pastrua, mu regullua dhe me thonë stop të këqijave. Me thonë stop të këqijave. Kështu që këtyne që po shkojnë, o dëshojmë rrugë të marë, e të kalojnë mirë, e të shfrytëzojnë qëndrimin atje,
e mos të merren me gjona teknike, se si e shkuti me rregullu shtetin atje, e as me rregullu infrastrukturën e Çapës, e as me rregullu aeroportin e Xhedas apo të Medinës, e as komunikacionin. Ti e shku me adhuru Zotin, më ish me rregullu diçka çtu kur kthej, kështu rrugë tona që i keni nxon krejt, e doni me nxon edhe asfaltin, çtu rregullonin muishi, edhe çtë aeroportin e Prishtinës, edhe çtë stacionin e autobusëve, edhe çtë kompaninë e pastimeve që na ka mbet bërllogu do më na hile për shtëpia, që to i rregullojmë në vendin tonë, se për atë s'na vet Zoti heshtjeve. E pyet dikon tjetër. Edhe bebodo për popullin ton, haxhit është mirë, po koincidentash edhe një zhvillim politik jo i mirë këtu në vend, me po do edhe për qëta lider tonë, udhëhecat tonë, për qëta të partive që e murën qafë këtë popull edhe këtë vend, në kanë fut në kolaps kështu, që me thonë, mështë lët një para qafës me o zot, thejo qafën, se qafën e thymë bolle kanë, po thuj o zot, u dhëzaj e këto, se po thët dikush këta ata, e dikush kanë faj, 120 aty që janë ullë. Që ata 120 e kanë fajnë në dynja në akhiret, që në kanë shtikë si farë kolapsi. E Allah ju dhëzoft, një ka një ata, e Allah ju drejtoft, edhe mi adhon hakun punës, se na i kemi zgjedh për me punu aty. Nësi kemi zgjedh ata me lujt me utall me neve, me i bo aty 19 seanca, 20 seanca me bo hajgare. Edhe se kam problem veç, po pin kafe, roga po ec, 1500 aso e kanë minimumi, dikush edhe ma shumë. Ata nëse lutën, se s'di që i lutën, shumica për ty nësë lutën heq, po nëse lutën kanë me lënë, o, zot, po në lukë qështu se kur gjës po punojmë, ligjës po aman dëntohen, as po po atë kur gjë heq. Allah ju dhëzoft, ata i drejtoft, edhe me formu institucionet, edhe me shu shtetin, edhe venin për para, Allah ja mundsoft. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisari l-muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pastaj të nderuar vëllezër, nga qëllimet finale të haxhit është që haxhilerëve Allah më ia një shpërblim që të gjithë e ndrojmë, edhe neve Allah na mundsoft me marrë atë shpërblim. Është çka më ia dhon xhenetin. Për ata pejgamber alayhi salatu wassalam ka thonë, hajjul mabrur lejse lahul gjazau illa l'gjenne. Haji mabrur, që do me thonë, haji pranuar, nuk ka shpërblim tjetër veç se gjenetin. A ka më knatësi me u këthyje këto dhe qka me kom për gjenetlive? A ka në mesin ton të atil po pasha Zotin? Ka haji që bubrecat nuk t'i shkel. Ka. Edhe në këtë xhami, edhe xhamia tjera, edhe në kryeqytet, edhe në qytete tjera, edhe në fshatra, janë të pakt, po ka haxhilerë që mbi tokë janë prej banorëve të xhenetit, Allahu na bof neve dhe juve prej tyre. Andaj e los Allahun te bareke ve taala që ne që këtë vit nuk i patëm rënë mundësit me shkue, të shkojmë viteve tjera. Kam informacione jo krejt zyrtare, gjysmë zyrtare që për 2026 të thuj se veç në kryeqytet lista është mbyllë, qytetet tjera kanë ende vende, ju kisha lut juve që i keni mundësit, mas pari shëndetësore, edhe materiale shkani regjistranu se nuk kushton kur gjë hiç. Se me u regjistru nuk mund e shmo. A me u tërhiq të reqë kur dush se veç ta shojnë hajrin ata që janë në listë pritjes. E kam me ardhë vitet të tjera vllazën që ndoshta kam me shku 3-4 vite për me prit për me shku në haxh. Për ju flasin i vlla, duke i pa zhvillimet ekonomike në përbot, duke pa tregun global, çmimet të vllazën mos pritni që kanë me ra. Vallahi që ku është Zvicra, ka 10.000, 11.000 franga kanë pagu për me shku në haxh. Atë njëjta shërbime i kanë, parafërsisht njëjta. Krejt mundet me dallu atje pak diçka. Kështu që kush i ka rënët? E na që si kem rënët, mos u mërzit. As që ka me dvetë Zoti, so ne di që po mërzitën disa, sidomos disa të vjetër, se s'mon me shku me një penzion, me një ndihmë sociale me 120 euro, s'mon shkan haxhaj, po çka le të lut Zotin më ja mundësua, po nëse nuk ja mundëson Zoti, kur del para Zotit, e pyet Zoti për namazin, e pyet Zoti për agjerimin, e pyet për ata, për zekatin se pyet se si ka pas kushtet, për haxhin se pyet, dy pyetje i ka dhe më thonë çka, të lehta, s'përgjigjet në të fare. A dëshirën do të me pas këtë.
Dëshirën do të me pas. E kur e ka dëshirën, pastaj Zoti e qel rrugën. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, e me i krijuarnat e Zotit, e me bo punë të mira me të cilat e kënaqim Zotin. Allahu na mundsoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.